Mirëmbrëma shikues të Prive dhe të Klan Kosova. Viti që lan pas ka pas një rritje të shijes për muzikë, këngë dhe veshje. Të gjitha këto janë pasqyruar në Prive. Prive ka bërë histori të modës, të muzikës dhe të veshjes, edhe të thashë themeve her pas here, pa të keq kuptohet. Pyetjet që kanë dalë vitin që lan pas kanë qenë të thjeshta. Çfarë kanë bërë dhe çfarë do të bëni? Çfarë lloj historie ka pas dhe si do të jetë ai apo ajo? Çfarë duan njerëzit të shohin? Çfarë kanë qenë dhe si duken dizajnet? Si roba çfarë vlere kanë? Kush është vajza apo djali? Këngëtari apo artisti që do i vesh? Kanë qenë gjatë gjithë vitit një tufë pyetjesh që kanë lënë bresa ose mund të jenë brez jo vetëm si lexim, por edhe si kulturë. Por rëndësi e veçantë në Prive ka se çfarë bën me guximin. Kush është pra me fat për të qenë në gjendje për të treguar diçka të bukur dhe diçka ekskluzive. Por është edhe diçka rëndësishme, a janë krejt të sinqertë mysafirët tanë për ato që rrëfejnë? Përgjigjja është ndoshta edhe po. Natyrisht, për 5 vite të Prives që bëj, mund të them dhe shtroj edhe si pyetje, se pse çdo gjë duket sot shumë më normale, kurse dikur gjithçka dukej madhështore. Ndjenja është se njerëzit që dikur guxonin më shumë e vrisnin frikën nga ajo që ishte ndryshe, pavarësisht nga natyra e saj. Unë jam njëra ndër to. Ata ishin të sigurt se përveç dëshirës së vet, ekzistonte edhe diçka tjetër. Dëshira për të sfiduar klishet e jetës së mbyllur vetëm për një shtresë. Unë jam vetëm duke nënvizuar përmes modës dikush mund të kuptojë historinë e një shoqërie, përmes stilit të veshjes. Brenda këtyre dëshirave sociale janë vendosur ndeshjet sociale, dallimet të katunarëve dhe qytetarëve që si e honë në Kosovë mund të nduken si ngjarje e madhe, në mungesë të ngjarjeve të vërteta. Vesha dhe percepcionet për veshjen, për modën, për këngën, për artin dhe përgjithësi, të gjitha brenda Prives janë teme madhe. Është një temë që përdoret si gjuhë e komunikimit të përditshëm. Në fund po citoj një fjali, ju duhet të lëvizni përpara jetës së showbizit, kur ka një arsye për të lëvizur përpara, dhe këtë lëvizje e bën Prive sepse e ka për detyrë të jetë e para. Ishim ne ata të cilët e filluam me ekskluzivitete. Emisioni Prive u bë një me artistët dhe publikun, kështu duke pasur rast të shohim e të dëgjojmë ngjarje nga më të ndryshmet, rrëfime të shumta, martesa me plot lumturi e are, divorce, momente të mira e tragjike, gjëra pikante, videoklipe dhe këngë premier. Por herë të parë pa të rastin të shihni edhe festivalin e filmit në Berlinale dhe intervistën e aktorëve hollywoodian për një medium shqiptar. E të gjitha këto asollëm sa më pranë vetëm për ju, sepse jeni ju ata që na jepni kurajo dhe vullnet për të sjellë sa më shumë gjëra të bukura dhe ekskluzive. Dhe jeni ju ata shikues besnik të emisionit Prive që na bëni të jemi numër 1 sa i përket showbizit shqiptar. E sonte ju kemi sjellur në një përmbledhje të vitit që kemi lënë pas me të gjitha storet ekskluzive që keni pas rastin ndiqni muajt e kaluar. I shohim bashkë tani. Para 5 viteve në Klan Kosova u jetësua një emision, vizioni të cilit ishte qasja e drejt për drejt në showbizin shqiptar. Një program që bëri diferencen dhe ju arktoi çdo të shtun nga 45 minuta, është emisioni Prive në krye të së cilit qëndron Liberta Spahiu. Vit pas viti, fal emisionit Prive, arritët të njihni personazhe të reja, mësuat kush ishte në kohë e kujt i kishte ikur koha. Emisioni ynë u servoi atë që nuk e kishit shijuar më parë. Ne bëm që jeta e artistëve shqiptar të mos jetë vetëm e tyre. Privatësinë ua publikuam, tashëthomet ua konfirmuam. Ju njoftuam me suksesin dhe arritjet e tyre dhe për gjithë shka i rrethon figurat tona publike në përgjithësi. Emisioni Prive dhe gjatë këtij viti solli para ju shumë materiale interesante, njëherët ekskluzive, të cilat u realizuan me shumë përkushtim dhe palodhshmëri nga stafi i këtij emisioni. Mos të harrojmë që tek ne i pat për herë të parë shumë videoklipe të cilat ishin premier në emisionin Prive. Me një shkurt të këtij viti, Prive u njoftoi se Ledri Vula kishte vendosur të rikthehet muzikës. Përveç kësaj, ju treguam se pjesë e klipit të ri ishte edhe e dashura e tij, njëherët modelja Angela Martini. Pas kësaj, Prive më njëherë solli një intervistë ekskluzive të Ledri Vulaj, i cili sqaroi gjithçka kishte ndodhur e përfolur gjatë periudhës që ai ishte larguar nga bota mediatike. Në kohën e prem dhe kom pas që, po kjo rast të kom pak maj veçantë edhe kur fakt se kom tregu që po du mu këthy, po që kom tregu, ja kom qru demon.
edhe kur e ka ngu demon ju ka rënqith trupi dhe që më ka për qop. That's my boy. Nga mesi i muajit shkurt, ne udhëtuam për në Berlin, nga ku ju sollëm pamje ekskluzive nga edicioni 64 të filmit në Berlinale. Prive gjithashtu arriti të realizoj intervista me aktor botror si që janë George Clooney, Matt Damon e të tjerë. How much fun is directing and acting yourself? It's not fun directing and acting yourself, but it is fun bossing Bill Murray around. You can imagine that. He had some complaints about that. I know, well, listen, that's why he's wearing a hat, because I put a lump on his head. Kallashi ishte një emër që populli kishte dëgjuar, por se cila ishte në të vërtetë nuk e dinte askush. Në njërin nga edicionet tona, ne vendosëm ta njoftojmë publikun me Donjeta Kosumin, emrin e vërtetës së cilës rrallë kush e dinte. Kallashi është femër. Kallashi ka bërë emër me atë punën që kumbo, që dhe bëjt halon. Dhe për njerëzit kanë bërë edhe nofka tjera, ndoshta edhe prej xhelozisë. Po sot do të tregoj saktësisht për ç'është Kallashi. Në pranverën e këtij viti, në kohën kur fotografia selfie ishte në trend, realizuam intervistë edhe me ish kryeministrin e vendit Hashim Thaçi, pikërisht për këtë temë, i cili për herë të parë po prononcoi për një emision showbizi. Të dyat, por selfie është ma e ndjeshme, është ma komunikuse, ma afrose dhe ma shkarpese. Për të parën herë, edhe transseksuali Donna James kishte aprovuar një kërkesë televizive që të flasë për jetën dhe gjithë rrugtimin e tij për në gjinin tjetër. Një rrëfim interesant nga ky personazh nuk patet mundësinë ta ndiqni diku tjetër, përpas në prive. E kom pa hunën, 2 herë, buzët, vend i kom ba, faqet, ballin e kom ba, është që të me kanë ngry për se burrat i kanë ashtat këto, se kanë shumë burrat, se këtë burrat e kanë Kosovë, e kanë kështu skubrinat, po fytin e kom ba me kanë ngry ata që thojnë burrat se kanë ashtin, do e kanë, do se kanë, nuk kom pas shumë të malë, se pali barë se kom ga, e ka s'kur një vorë, kom pas, me kanë ngry 4 herë. Ta shëthomet për lidhjen e reperit Vula dhe modeles Martini kishin pushtuar mediat në gjithë Shqiptarinë. Të gjithë ishin kurështar të dinin se çka ndodhi në mes tyre, eshin apo jo në lidhje dashurie. Gjithë çka ju interesoi e mësuat nga vetë Angela në një të shtu në emisionin prive në Klan Kosova. Unë kam kalu shumë kohë mirë me Ledrin, i na kuptu shumë mirë si shok, kam shku në Kosovë se kam dash me ba editing me video, që video t'jenë profesionale dhe perfekt. Njësë unë, kur s'kam thënë jam bashkë me Ledrin. Unë s'kam thënë kur më kanë pyet mu në herë, unë kam thënë në vetë një gjamë mardhanje me mu me Ledrin janë 100 probleme. Unë kur s'kam thënë jam single as jam single, që di unë që kanë po njerëz tjerë, është gjë ndryshe. Në muajin qershor, ne udhëtuam drejt Novi Sadit, ku realizuam në reportazhin ekskluziv për festivalin më të madh evropian, Exit Festival. Performancat nga Rudimental, Skrillex e të tjerë pa të trasin të shihni vetëm në prive. Gjithashtu ju sollëm atmosferën nga festivali Sea Dance që u mbajt në Budva. Në muajin shtator, prive ju vë pas një emri i cili para disa viteve kishte mohuar origjinën. Eleni Foureira, një nga këngëtarët më favorit në Greqi, doli të jetë me të vërtet shqiptare. Gjithçka u mor vesh pas një ulëmtimi të thellë që bëri emisioni prive në lidhje me Shqipën në Greqi. Të veçanta kanë qenë edhe intervistat me shqiptarët që janë bërë pjesë e medjave në përbot. Pothuajse në çdo edicion, ne ju kemi informuar me punën dhe suksesin e artistëve tanë, të cilët kanë shënuar arritje në profesionet e tyre jashtë kufive shqiptar. I did a fashion film called Vogue Italy, from a movie from the 1950s, Lady.
Gjithashtu, emisioni prive gjithmonë u mbajti të informuar për lidhjet e fshehta të dashurisë, fejesat, martesat e po ashtu edhe ndarjet. Kjo e fundit zuri vend në prive javë më parë. Pasi Bleru Muharemi na kishte zgjedhur për ta pohuar ndarjen e time Teuta Krasniqin. Mos u martoni nëse nuk dashuroni. Po nëse dashuroni, atëherë martohu. Këto ishin vetëm disa nga ekskluzivitetet që solli emisioni prive për gjatë një viti. Lajme të vërteta, interesante, të lloj-llojshme, zbulime të ndryshme, e ndoshta personazhe akoma më interesant. Do të keni rastin t'i ndiqni edhe në vitin 2015. Mos u hidhroni, punoni dhe kënaquni. Gozuar vitin e ri nga emisioni më i shikuar i showbizit shqiptar e njëherët numër 1, prive në Klan Kosova.